Pra janë mamat ato shkaktarët kryesor të një stresit shtuar. Dhe gjithmonë do me thënë, unë bëj një punë të tre fisht. Sigurojmë që bebit jetë mirë, sigurojmë që mamit jetë mirë, dhe sigurojmë nga nga tjetër që edhe qetësoj nënën dhe avash, do me thënë t'i them nënët, nëna, tani ti e nëna e bebit, jo mami i bebit, sepse shikoj dhe këtë transferencën, që nënat shpesher harrojnë që nuk janë më mami, ju duket fëmia i fëmijës si kur është i tyre, edhe automatikisht marrë në të rolin protektiv. Në këtë burojën që duhet kujdesem dhe për këtë, thëmë unë, jo, ti e gjyshe, ti vetëm të dallastosh, asi që tjetër. Po, burrat në këtë rast ku qëndrojnë? Në këto tre këndësa që kryohen? Në shumicën e rasteve janë prepastkend, por mund të them do me thënë që ka edhe shumë burra kote fundi që më kontaktojnë, sepse shikojnë që nuk po arrin do ta ndihmojnë partnerën e tyre. Dhe më thonë të gjo, mos i thua që të kam shkruajt. Por të lutem duhet ta ndihmosh, sepse nuk e kuptoj se çfarë po bëjmë gabim, sepse vetëm po qanë, është e mërzitur, është e agituar, unë jam o zot shqyr. Shqyr që ka. Por, po, nga ana tjetër, puna ime qëndron në ta përcjell të çifti që është një punë grupi, është një teamwork, që duhet të ndihmojnë njëri tjetrin dhe mundohem që të jem sa më e vërtet në çfarë i pret pas lindjes. Por mund ta them që ka dhe shumë burra që janë të shqetësuar, do me thënë, ka një informacion kush e ka prodhuar qumshtin, çfarë të bëjnë, te shampot, ka toksina, s'ka toksina, dhe shpesher më ndodh që duhet më shumë se mamat. Po, duhet t'ju ulë të dy dhe të them, okej, merr një frymë, qetësoni. Po, se gjithçka transmetohet. Po. Transmetohet e bebe dhe bebe të ndjejnë. Është një ndarje duket shu si teoria dhe prakticiteti. Një ndarje të dyve. Ti bën vetëm ato që të takon, pra ushqyerjen, ndërkohë ai merret me gjithçka tjetër, me ingredient, komponent dhe gjithçka e realizuar. Kur janë konsulta që është edhe babi, është shumë komike si situatë, sepse jemi aty me mamin që po mundohemi. Okej, kemi pompuar në ato raste ku nuk ka qumësht, po. Dhe e shikon do me thënë që i thua, babi të lutem, më sill këtë, dhe e shikon gruan, këte ka bebin, kjo, më duhet kjo. Ndërkohë përfundon që vetëm ai i di. Vetëm ai i di ku janë. Dhe ti e përmende pak tani çështjen e pompimit. Dash më tepër për ato nëna, të cilat kanë mundësi të akses ta pompojnë qumshtin, ndoshta për ta pasur edhe pas 6 muajsh, ndoshta. E sugjeron dhe a vlen fakti pastaj e dëmton gjirin një pompimi tillë? Dhe sa herë në ditë ndoshta një procedurë? Jo, atëre, gjithonja është kërkesë ofertë. Çfarë do të thotë kjo? Kërkesë ofertë. Po. Është kërkesë ofertë. Sa më shumë ti ta vendosësh bebin gjë, ose sa më shumë pomposh, aq më shumë qumësht të kesh. Sigurisht duhet bësh kujdes, sepse një pompim më shumë se ti ushqen, mund të çojnë atë bllokimin e gjirit që pastaj kalon në mastit. Domethënë, edhe pompimi ka atë, le të themi, orarin e vet dhe mënyrën e vet. Ndodh që ti e ushqen fëmijën dhe pastaj pompon, si është kjo procedura? Atëre, si mami, si e bën ti konsultën me pacientët? Unë ja sugjeroj gjithmonë mamave të ndjekin, domethënë, guideline-et e OBSH-s. OBSH-ja thotë këtë, që para gjithë dhënjes të vendosësh kompresat ngrohta, të pomposh për pak minuta, ose të bësh një masazh me dorë sa qumshti zbret, ta vendosësh beben në gjë, të ushqehet për 15 deri në 30 minuta maksimumi. Pas asaj, nëse ti e ke akoma gjirin e fyr, mund ta pomposh dhe mund ta lirosh gjirin, aq sa mos ta ndjesh këtë dhimbjen. Ti e mami vetë dhe ti e ke parasysh për çfarë po flas. Cila kalon në një dhimbje të tmerrshme pas temperaturë të lartë. Po. Dhe pastaj të vendosësh kompresat ftohta, sepse kompresat e ftohta të ndihmojnë në qetësimin e muskulaturës së gjirit. Më pas, radha tjetër e ushqyerjes, nëse bebi kërkon të pish përsëri, mund ta vendosësh në gjë pas 1 ore gjys, 2. Por nëse ty të duhet të pomposh, duhet presësh paktën 3 ose 4 orë deri në pompimin e radhës. Mund ta ruash gjirin, përgjithsisht nga eksperienca deri më tani nuk ju ka dalë një gjë që ta ruajmë për 6 muaj. Por ron 6 muaj. Po, në ngrirje. Në ngrirje. Në ngrirje. Shumë interesante. Qartë. 6 muaj. Unë falë këti emisioni, po mësoj shumë. Po. Shko, po të dini njerëzit për para martese, para se të bësh me fëmijë, kaq informacione do ishte fati madh. Perfekte pra, kështu që. Ne mësuar rrugës. Fakt janë kurset prenatale, domethënë që bëjmë këtë gjë, po. Që bën edhe në çift që është shumë interesante. Dhe nëpër botë
për shembull ekzistojnë edhe bankat e qumshtit,